se Darakutni rahimahullah, imami për imamlarëve të hadithit, ai s'ka pas nevojë me shkrujt. Qish ka dëgju e ka memorizu. Edhe kështu ka qenë imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah kur në moshën e re, shumë moshë të re, kur ka fillu të përzihet në mexhliset e muhadditheve, dietarëve të hadithit, dietarët e hadithit që kanë prezantuar në mexhliset e dietarëve të hadithit, e kanë pasë nuk bon shënime, edhe e kanë qortu. Mas 5 ose 6 dit i ka ullë ata dhe nga memoria u a kanë transmituar 15.000 hadithe. Dhe thonë për ato një javë, 2 javë, ato hadithe që i kanë dëgjun ato mexhlise, Bukhariu a ka tregu për një herë, në një mexhlis. Dhe thonë i ka memorizu. I ka memorizu. Dhe dihet do të thonë se kur ka shku Bukhariu rahimahullah në Irak dhe kanë dashur ta testojnë memorinë e tij dhe kanë marrë 10 dietar prej dietarëve të hadithit dhe u kanë thënë ngatrojeni sinxhiret me hadithe tjera edhe ta shohim ta testojmë. Edhe njerëzit vinë, dalin, ka ardhur Bukhariu, ta shohim, ta takojmë, të përfitojmë, edhe del filani i transmeton 10 hadithe me sinxhire të ngatruara. Vjen edhe Bukhariu thot la a'rifuhu, nuk e njoh. E në këtu do më thonë është, jo nuk e njoh tekstin e hadithit, se teksti është ai, po nuk e njoh do më thonë këtë hadith me këtë sinxhir kështu. Vjen i dyti 10 hadithe, vjen i treti deri te 10-100 hadithe. Të gjitha thot Bukhariu si di. Se di, nuk e njehun këtë. Edhe njerëzit thonë s'qen ka ky ai hafuzi i haditheve. Atëherë vjen te i pari edhe i thotë nuk është kështu, si që e tregove kështu, është gabim, po e sakta është me këtë sinxhir. Do më thonë, edhe këtu thot Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, këtu do më thonë i dorëzohet kjo çështja Bukhariut. Se nuk është e çuditshme që i dinte ato hadithe me sinxhire të sakta, po çuditshme është që njeri dëgjoi ato sinxhire të gabuara dhe i memorizoi me gabim që i kishin ata, dhe pastaj kur i korrigjonte i tregonte edhe gabimin edhe ajo të saktën. Këtu do më thonë i dorëzohet. Prandaj barakallahu fikum, desha me dal këtu tash, duhet me bo shënime. Duhet patjetër do më thonë me shënu. Se çështja është, do më thonë, ne flasim këtu do më thonë për shtyllën e dytë të Islamit. A është ashtu? Do thonë të gjitha këto hadithe, tash 305 hadithe gati jemi tu kalu, Ibn Abdul Hadi rahimahullah, pjesën e parë Kitabu Tahara, pastaj do më thonë vetëm hadithe rreth namazit. Kjo tregon do thonë në rëndësinë e kësaj shtyllës. E ne jemi duke e falur namazin 5 herë në ditën, edhe çdo ditë përsëritet. Nuk është njerë në jetë, si kurse haxhi, ose njerë në vjetë, si Ramazani. Megjithatë edhe nëse është njerë në jetë, si që thotë Sheikh Uthaymin rahimahullah, njerëzit kur duan të bëjnë diçka në lidhje me dunjan e tyre, do një shtëpi, diçka, i marrin të gjitha informatat. Kujdesin, janë shumë të kujdesshëm. Kurse kur vjen punat e haxhi, të umra, e bon, si me thonë, me gjuhën tonë shkel e shko. Hajde, veç ta bëj. Edhe Omeri radiallahu anhu, kur ka qenë khalifa i muslimanve, dikush i ka thënë, ja emir el mu'minin, o prijesi besimtarve, shiko sa haxhiler kanë ardhur në Mekë. Se janë mahnit, do më thonë, prej numrit. Se duhet takimi parasysh, do më thonë, kur kanë ardhur sahabët me pejgamberin alayhi salatu wasalam në Medinë, kur kanë bërë hijretin, parafërsisht numri muslimanëve kanë qenë 500. 500 gjithë numri muslimanëve. Kur kanë parë gjithë ato njerëz, u ka duk, do më thonë, shumë numër të madh. Por Omeri radiallahu anhu ka thënë, shumë po vinë, po shumë pak kthehen si haxhiler. Do thonë, me atë kuptimin, me hax të pranuar, me hax të sakt. Edhe sot shkojnë ala dhe ma shumë. Parës për aksham isha të e pa live në Mekë aty, do më thonë, s'kishte vend. Po a me të vërtet, a janë pregadit ato me shtyllat e haxhit, me obligimet e haxhit, me mustahabbat e haxhit? Kjo do më thonë duhet pregaditje.